Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wa ba'd. Allahi është përleft hoxhës Idrizin për këto fjalë të mira, këto këshilla. Një prej atyre mas shumë të që më pëlqeu, që u dallu dhe tëtë se muslimoni nuk bëm mjellon prioritet nafileve në qëse nuk i ka kry farzët. Kjo është shumë rëndësishme. Sepse po e shohim në për xhamia, po ka njerëz cilët falin namaz nafile, kurse vi namaz natës, mi po farzët nuk i kryjnë, është atë nesër brenda ditës nuk i falin farzët hiç, fatkeqësisht. Allah është përveç për këtë këshillë. Unë veç kisha dashur me potencu një fjalë të Omerit radhiyallahu anhu, që mas pari ta këshillon vetveten, edhe gjithë këto që jemi vëllezër prezant. Ndoshta ky rreth ka pas mundësia kështu gojarisht mu zënu pak ma shumë, po mundësit financiare kësa në qenë kësisoj. Allah është përblevët organizatorin që e ka përkrah këtë iftar. Omer radiallahu anhu thuhet se kanë pyet momentit e vdekjes për çka po tjetë marak mas shumë ti për këtë dynja. E dini se Omer radiallahu anhu e kanë therr, edhe kanë desht me myt. Omer radiallahu anhu thot 3 gjëra, thot: mjesin marak për kësaj bote, dhe që i ka shijuaj, që jo knaqën to. Nuk kanë qenë gjëra punëve të dynjas. Me marrë një njeri cili nuk ka qenë rob i Allahut azza wa jall, s'ka fal namaz, nuk ka xheru, nuk ka pas dert halalin edhe haramin, kur e ka fitu riskun, apo fitu me halal apo me haram. Nuk ka pas dert që shpe edukon fëmijët e vet. Nuk ka pas dert që shpo vdes, se ndoshta s'ka besu që ringjallje. Sigurisht se këtë njeri në momentet e vdekjes, më bu me marrë me pyet, se për çka po tjetë marak, kish pas s'ka me tregu shumë. Mi po ky sahabi i madh, i ka thonë 3 sene shumë të rëndësishme. 2 kanë bëjmë me këtë muj. Lidhën deshtëm apo zeshtëm na. Një prej tyre thot namazi i natës. Do të heq ka përmjet marak për kësaj dynjaje, është namazi i natës. Tjetra thot agjerimi në ditët e nxehta. Agjerimi në ditët e nxehta. Edhe treta thot shoqërimi me vëllezër. Shoqërimi me vëllezër. Pianisi për të fundës. Unë shpesh herë përmeni, sikur njerëzit, cilët nuk janë në rob që shdo të Allahut azza wa jall, ta kishin me ditë rëndësinë, vlerën, kënaqësinë e një muslimani kur shoqërohet me një musliman tjetër për hir të Allahut azza wa jall, kishin me pagujt me pare vetëm me arrit këtë kënaqësi. Po s'ka mundësi me arrit. Pse? Sepse çdo njeri i cili shoqërohet me dikën tjetër jashtë Allahut azza wa jall, për interes, për levërdi kësaj bote, ata në ditën e gjykimit kanë me qenë armiq. Al-akhilau yawma idhin aduun ba'duhum li ba'd. Shoqëria e kësaj bote në ahiret ka me qenë armiq njëri tjetrit. Al-akhila, ata që kanë dash njëri tjetrin, kanë hongër, kanë pi bashk, mi po jo për hir të Allahut azza wa jall, për hir të interesit. Ka pas interes për tina, e ka afru. S'ka pas për interes të tina, e ka largu. Thot, pun dynjas. I ka dhon me hongër, mirë, si ka dhon me hongër kur që kërkujt. Po çka? Ata cilët duhen për hir të Allahut azza wa jall, kudo që më konë ata mërzitën për njëri tjetrin. Kur nuk shifën, mërzitën për një tjetrin. Kur takohen, çmallohen. Pse? Se e dojnë për hir të Allahut azza njëri tjetër. Edhe kjo është ajo kënaqësi. Që kjo kënaqësia nuk mundet të arrit dikush tjetër përveç atyre cilët duhen për hir të Allahut azza. Po çto ka thonë Omer radiallahu anhu, që kjo po mjet marak. Shoqërimi me vëllezër. Se ngzu musliman kur e kanë pa njëri tjetrin, e kanë dashur njëri tjetrin. Një rast shumë interesant.
vllau çka bën për vllaun e vet. Rasti i atyre 3 personave kur kanë qenë luftë, edhe kanë qenë plagosur. Kur ka po njëri prej sahabive, ka marrë ujë mi çun njonit, e kanë dëgjuar zërin e tjetrit. Ka thonë shkoj e pjatina. Ai ka qenë ka po nevojë për ujë, i plagosur. Ka shku me aja quat i dytit, e kanë kry dytit, kanë dëgju të tretin, ka thonë jo e pja ati tjetrit. Kur u këthyte i treti, në ranë, këtë kam vdek, as njoni s'ka pi ujë. Edhe në momentet më të fështira, që ka ndodhë? Ja ka thonë ujë, kanë qenë gjendje, ujë mja thonë vllahot vetë musliman. Njërë për mbledhëse. E dyta, agjerimi në ditë të nxehtë e vllazni. Sigurisht një të pajtimit, dikush ka punu ma shumë e dikush ma pak. Dikush u lodh ma shumë e dikush jo. Mi po vallahi Allahu Azza wa Jall për shkak të imanit, për shkak vendosmërisë tonë, për shkak njetit, duke shpesu kanë shpërblimin, sevapin të Allahu Azza wa Jall. Na i ka lesu agjerimin shumë. 40 gradë, 42, 3. Ka ndodhë disa ditë. Mirë po, imani i muslimonit e shtyn ato që me ka përsy edhe më shumë. E shtyn, alo më shumë. Pse? Se momenti i iftarit, kur gëzohet, që gëzimi më i madh i besimtarit, përveç atij takimit me Allahun Azza wa Jall, e shtyn besimtarin alo më shumë. Se vapi shpërblimi i madh që Allahu Azza wa Jall i ka thonën, çka? Agjerimin, veç unë e di që është problem. Se ti ki mundësi mu më shef, ki mundësi me angra për me pi njërë të fshet. Mi po ti këta e runë për hirtë Allahut Azza wa Jall. E më si këta e më për hirtë Allahut Azza wa Jall, atëherë Allahu Azza wa Jall kam të shpërbly asë qëto që gjithë najf. Po në ditë e nxehta, në ditë me vap, halo më shumë. Në ditë me vap, halo më shumë. Për këta, qka është gëzu Omer radhiyallahu anhu. Transmetohet me një ather të Ibni Omerit, Abdullah ibn Omerit, djalit tina. Ka qenë një udhtim me disa shokët vet, e ka pa një bari. Edhe e ka thirrë me hongër buk. Jënë takue, bariu me baktinë vet, me delet e veta. Ka thonë hajde me hongër me neve. Ja, ka thonë s'du. Ka thonë pse? Ka thonë jam duke agjeru. Ka thonë këtë nxet, këtë vatë madhe, këtu të na 43. Po atje në tokët, në Shkëtin, para disa dite, në Kuvajt ke 57 gradë. 57 gradë. Shumë zësi e madhë, lëni. Abdullah ibn Omeri, sahabi shumë i madhë. Sahabi shumë i madhë, shumë i dalum, ndesh me dije, ndesh me takvallëk, ndesh me tënë. Edhe o habite me këtë bariun, që shpa gjeron ditë e verës në Shkëtir ashtu, ditëve me vapa, ato në koreka, në goshta. Ka thonë, bariu, kër i ka përgjigj Abdullah ibn Omeri, qëka i ka thonë? Ka thonë, po e ruj këta për atë ditë kër takona me Allahun Azza wa Jall. Agjerimin, atë ditë kër takona me kënë, me Allahun Azza wa Jall. Kër t'ja afrohet dili njerëze, edhe s'kan buroj tjetër, përveç se hijes Allahut Azza wa Jall. Përveç se hijes Allahut Azza wa Jall. Kjo është ajo çka për to, do thot, është përmallu kush Omeri radhiyallahu anhu në momentet e vdekjes. Edhe treta, namazi i natës. Namazi i natës është krenari e muslimonit. Muslimoni bile, kur gjo mos mujt me bo. Nuk bon me ra me flet, jashtë Ramazanit. Spaku pa e fal 2 rekate na file. 2. Mi po pa e fal ato mos falet. Pse? Së është krenari për ta. I jep krenari gjatë ditës. I jep dritë në fytyrën e tina. E në këtë Ramazan, kjo është shansi më i madh me shfryzuna. Sidomos këto 10 ditë vllazni. Çu shfryzohen këto 10 ditë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka në hadith ahya leil. E kanë gjallë natën. Nuk është fal këtë natën, po e kanë gjallë natën me anë shkafit, me anë namazit natës. Për shembull i ka fal 4 rekate, i ka fal gjatë. Ndoshta ne nuk dim shumë Kur'an,
Nuk muj me lezu me një reqat për shembull 20-30 faqe. Mi po kena mundësi me nejnë në ruku. Kena mundësi me nejnë sejdë shumë, mas afër me kur jemi Allahun azza jalla në sejdë. Edhe çka janë is prej istikfarit. E lavdron Allahun azza jalla. Kërkon çka të bjen në mend, ndesh për vetin, ndesh për familjen tonë, ndesh për fare. Edhe sa shku më detit. Një dua tjetër gjithashtu. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kush e thot 100 herë, tu e thon mirë. Jo vetë ka përçy shpejt e shpejt. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. 100 herë kush e thot pa u ndal hiç, i fshihen gjynoje sa mi pas sa shku më detit. Kyte 4 recate, pushon pak e bën që dhikër kadar përqendrohesh. Mshërish dikun vet. Tu pastru vetëm, pse? Se tash po vin 4 recate tjera. Mu përgatiti çka me lyp prej Allahut, çka të ka rënë në mend ty. Çka ki? Nevojat e tua, papunësia, fukarallëku, probleme, ajo, kjo. Kësoj do të namazin natës murin gjallë. Kësoj kanë gjallë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Asesi ndryshe. Pejgamberi sallallahu namazin natës nuk e kanë gjallë vetëm në 1 orë, çu e bojmë ta sot në përgjëm. Ja, e kanë gjallë më ndryshe e kanë gjallë. Çu ka treguar Aisha radhiyallahu anha. I fal tash 4 recate apet. Çdo 4 prap më ndohun sejdë me kërku prej Allah se mos afër më jemi to aty. Çka ki nevojë? I kryen 4 prap. Para këtyre 4 ki mos i mirëzoj Kur'an, po lexoj Kur'an lezo. I kryen 4, çushtosh namazin natës. Këto 10 ditë sidomos. Edhe mos e harro lutjen. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allahim, ti e don faljen. Allahu e don faljen. Inna Allah ya'fu an kathir. Allahu fal shumë. Ai e don faljen. Mi pa ka kush që kërkon faljen prej Allahut. Na do të më lyp faljen prej Allahut azza. Do të më kërku prej tina. Me gojë mbyllur nuk arrihen. Njeriu në jetën e përditshme këtë botë, pa punu nuk ka mundësi me arrit shumë të mira. Do të më punu, do të më lodh. E shohim edhe vetna. Më shumë mëngjes me punu ton ditën për me mrit diçka. Po prej Allahut azza. Allahu azza hidhrohet prej neve nëse na nuk i lutmi Allahut. Vallahi hidhrohet me neve. Ne do të më çel gojën. Do të më kërku prej tina, ja rob. Nuk e kam çdo, ja rob po mungon që kjo, ja rob s'mpe rahatoj çto, ja rob s'mpe kry çit punë. Ja rob forcoma imanin, ja rob po shkojnë ditë, mu imani s'po forcohet. Ja rob po shkojnë ditë, unë po shkoj të poshte. Se ja rob po më shkojnë ditë, unë namazin jo i mirë namaz. Apo jam tu ka për fen tonë, po kam luhatje shumë. Një pengesë, një dyshim, një kësine, unë e bime në herë, ja rob forcom. Allahu zell. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë pejgamberi i Allahut edhe ka kërku forcimin fe prej Allahut. Thot Enesi radiallahu anhu, shërptori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot i këna ndëgju njerë duke bu doan Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. O Allahim, o ti që i rrotullon zemrat, thabbit qalbi ala dinik, ma forco zemrën time në fen ton, ma forco pejgamberi i Allahut. Pejgamber. Kur ka një Enesi radiallahu anha, Aisha radiallahu anha, ka ja Rasulullah. Ka thonë pejgamberi i Allahut edhe po lyj me të forcu Allahi, me na forcu Allahin fejas. Apo tu të shpej neve që na e këtë kena besu ty, a në kënena. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu azza wa jall. Zemrat e njerëzve janë 2 gishta për gishtave të Allahut. I rrotullon ato ka donaj. Nuk e dinti. Nuk e dinti çka bën ti me veprat e tua. Ka mundësi me rënë vepër e keqe jote edhe me t'i fshi këtë punë. Pse? Se vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë me një hadith. Ka thonë robi i afrohet xhenetit sa një dhira. Sa që kjo pjesa. Vetë që ka që e mungon e pengon me hinë xhenet. O të bjen një punë e keqe e bën ai, futën zjarm xhenemit. Hadithi vëreshtush. Për këtë shkak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërku vazhdimisht përfundimin e mirë prej Allahut azza. Ka thonë ja Rabb, ma jep përfundimin e mirë. Se rruga është e gjatë. Rruga për më kon musliman. Wa'bud rabbaka hatta yati al-yaqin. Bën ibadet Zotit ton derisa të vjen vdekja, është problem. Se ki probleme, ki sprovat, familjes, shoqërore, fukarallëku, puna, stresi, ajo kjo. Vazhdimisht muslimani duhet të lidhë me Allahun azza xal, me kërku që ai me ta forcu fen, me ta kërku, me ta forcu imanin, edhe me dhon përfundim të mirë.
Nështë 10 vjetë je musliman, mës 10 vjetëve, bosh qafir. I tërë suksesi është veç për Allah të gjerë. Thot pejgamberi sa në vazhdim që të haditi. Po thot ka prej njerëzve që bojnë vepra zjarë me xhenemit. Në sytë e njerëzve. Ka arme në shtojës, në sytë e njerëzve, tek njerëzit asesoj është. I afrohet xhenemit sa kjo pjesë e krahut. Gati është me hinë xhenem. Mirë po e bën një punë të mirë, një punë të hajrit, edhe hynë në xhenetin e Allah të zgjel. Hynë në xhenetin e Allah të zgjel. Për këtë shkak, në këtë namaz natës kërka për Allah zgjel që me të forcu, me të ashtu imanin. Allahumma wafiqni lima tuhibbu wa tarda, bën dua, o Allahim, m'jep sukses në punë që i don ti edhe ti i kënaqur. Wajnubni min al-khataya wal maasi, edhe largon prej gjunave dhe prej gabimeve. Mos shkoj më vazhdimisht, e kumbo një gjuna që 5 vjet, largon prej atij gjunaje ya Rabb. E kumbo një gabim që 3 vjet, largon prej atij gjunaje ya Rabb. Ose se kum qun një urdhër tondi një ram vend që 10 vjet. Jam të i mashtru njerëzit, largon prej asaj ya Rabb, që të mbun të hajri, që të për shka vazhdimisht na thomi namaz, kur e thomi elhamin, ihdina siratal mustaqim. Udhëzon në rrugë drejt. 5 vakte. Secili recat, farze, sunetet, vazhdimisht kërkon prej Allahut udhëzimin, me të udhëzu vazhdimisht. Pse? Sepse jeta është vazhdimisht me dinamika, me sprova, me probleme, me vazhdimisht ki nevojë për Allahun azza. Vazhdimisht ki nevojë muli, se ai ka sjell këtë dynjë. Ai ta ka caktuar. Rrezikun edhe ai ta merr. Ai ka sjell, ai edhe ka me të marr. Wa ilayhi turja'un, edhe tek ai keni mu kthy. Për këtë shkak, këto 10 ne do të më shfryzu vazhdimisht me lon televizorin, me lon çka ka diçka që të pengon ty prej të përmendëm. Faktikisht i nashta nuk jetu boj itikaf, për më bë me të vërtet itikaf me zemrën tonde, me gojën tonde, me gjuhën tonde, me mendjen tonde. Gjatë tërë ditës, po edhe natën me boj istikfar, me ju lut Allah dhe çka ki nevojë, me kërku faljen prej tij. Innaka afuun tuhibbul afwa, fa'fu anni. Ti e fals e do falem, më fal. Fal mi gjuna, pse? Se ke qëllimi, e ke punëve çka i bëmi na që Allah azza më na fal neve. Kullu ibn Adam khata wa khairul khata'in tawabun. Çdo birë ademit është gjunaqar. Po më i mirë për tyre është ai i cili pendohet. Nuk ka njeri që presi të qohet mëngjes deri mbrëmje nuk bën gjuna, as se. Po Allahu azza don për neve istikfarin, Allahu azza don për neve kërkim faljen, Allahu azza don për neve pendimin, edhe duhet mi lut Allahut azza që Allahu azza më na fal, edhe me kalu ky Ramazan, e na me qenë të falur për gjunaheve, po edhe me lut Allahun azza që më na i mundsu me arrit shumë Ramazane tjera, për çka? Veç sa më shumë i boj ibadet, çush na ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një dua tina kur thot Allahumma atil umri wa ahsin amali waghfir li dhanbi. O Zotim, ma zgjat jetën, po edhe shto mi veprat e mira, edhe fal mi gjinohat. O Allah, nëse më shton jetën, shto më jetën me veprat mira, jo me gjinoha e me mëkat. Edhe fal mi gjinohat ato. Elusim Allahun azza xal që na i shpeshtoj këto sofra, këto iftare, zbashko, na i shtoj punët e mira, ibadetet, na i zgjat jetën në kënaqësinë e tina. Allahu azza xal është qersi sukseseve, ai është dhuruesi sukseseve, i begative shumëta që na i ka dhënë cilat janë panumërta. Allahu azza xal dëgjon lutjet tona dhe u përgjigjet atyre. O sallallahu ala nebina. Allahu shpëlet.